Përshëndetje miq, ju kam sill krem me finok. Sot kur ktheva nga puna, më kishte hyrë i ftofti në palc. E thash më duhet se s'bën një pjatë ngrohtë sot. Shpejt për 10 minuta e shoqërova me këto brusketat me avokado e salmon. Këtë recetë kam ricikluar, nëse keni parë dje recetë që përgatita salmonin me atë kremin, edhe sot e përdora për brusketat, por për këtë do e postoj më vonë. Tu kemi 2 finok, mbasi kemi larë, i presim sipas dëshirës, nuk ka rëndësi të vogla të mëdha se do kaloj me mikser, 2 kokra patate, kokurqip, një thel pudër. Kjo recetë shumë e shijshme, shëndetshme dhe ekonomike. Në një tenxhere një lugë gjallë, e skuqim mirë, shtojmë dhe një lugë miell, e skuqim me verdhë mirë, dhe shtojmë lëngun e perimeve aq sa duhet, shikoni me sy. Shifni e bëni ju, pak piper, lëngu perimeve, si që keni parë dje recetën ka përgatitur dje, më kishte tepëruar dhe e riciklova sot. Pak shafran, ai se na kapin majet e gishtave, dhe e bluaj me mikser, supën e kemi gati. Supën, kremin, velutata quhet këtu, pak djath parmigjan, e zbukuroj me gjethet e finokut, këtu te këto brusketat i hodha pak uthull balsamike se shijonte. Provova pa uthull, por mungonte diçka dhe shtova më vonë. Dhe ky ishte, domethënë, vakti për sot, si thoni ja vlen apo jo. Kjo është një recetë që kushton, them se as 5 euro. Ju përshëndes.